Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. I lavt falenderuar është Allahu i lartësuar, ai i cili meriton salavatet dhe selamet është i dërguari Allahut Muhammedi alayhi salatu wassalam. Besimtar dhe besimtare, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Fjalë të mira njerëzve. Pyetja ime është kjo: mos je ti më i mirë se Musa alayhis salam? Allahu azza wa jall e urdhëroi që ai të sillet mirë me njerëzit në përgjithësi, e në veçanti gjatë takimit me faraonin. Dëgjoje fjalën e Allahut azza wa jall ku Allahu thotë: "Wa qulu lin-nasi husna." Do të thoni vetëm fjalë të mira njerëzve. Aliu radiallahu anhu thot: do të thoni fjalë të mira njerëzve, janë për qëllim të gjithë njerëzit. Këtu hynë jahudit dhe të krishterët. Pastaj Atau thot: për gjithë njerëzit, pa përjashtime, mushrikët, idhujtarët dhe të tjerët. Imam Kurtubi rahimahullah gjithashtu thot: duhet që njeriu të jetë fjalë butë me njerëzit, fytyrë qelur me njerëzit, edhe me të mirin, edhe me të keqin, edhe me praktikuesin e sunnetit, po edhe me atë tjetrin. Allahu azza wa jall tani po i kthehemi Musaut dhe Harunit. Allahu azza wa jall i tha të në dy burrave të nej, të dërguarve të vet: wa faqula lahu qawlan layyina, që do thot flitni atij. Kush është ai? Atij faraoni, fjalë të buta. Jo dy, pra Allahu azza wa jall i thot Musas dhe Harunit: flitni atij fjalë të buta. Atëherë thënë si nuk është më i mirë se Musa alayhis salam. Ti që po e këshillon dika, nuk jeti më i mirë se Musa alayhis salam, apo atë që po e këshillon, ai nuk o më i pestë dhe më i ndytë se sa faraoni. Atëherë kujdes, flitni njerëzve fjalë të mira dhe fjalë të buta, përfitoni zemrat e tyre. Lo Zotin që unë dhe ju ti përmbahemi kësaj këshilleje. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.